Përshëndetje të dashur teleshikues të RTS Koshës, mirë se vini përsëri në emisionin Çfarë duhet të dini. Si çdo të martë nga ora 17 deri në orën 18. Në emisionin e kaluar trajtuam tema që kishin të bënin me tatimet, tatimin mbi të ardhurat, procedurat tatimore, dokumentacionin e nevojshëm që kërkonte një subjekt për ti administruar dhe më pas për t'i dorëzuar në degën e tatim taksave dhe shumë problematika të tjera, por për hir të së vërtetës kjo temë është shumë e gjerë dhe ne nuk mundeshim që në një emision të vetëm të trajtonim të gjitha problematikat që kanë të bëjnë me degën e tatim taksave. Dhe do të vazhdojmë përsëri të ngelemi në e njëjta temë. Do të trajtojmë disa tema që kanë të bëjnë përsëri me tatimet, por edhe me pagën bruto, pagën neto, kontributet për sigurime shoqërore, llojet dhe shumë të tjera të cilat do të mundohemi të ndajmë me ju sot në emisionin Çfarë duhet të dini. Në emisionin e sotëm do ta fillojmë pikërisht atje ku ne diskutuam në kaluar, e prekëm pak, por nuk arritëm dot të qartësonim se cila është tatimi mbi pagat, si llogaritet tatimi mbi pagat, çfarë detyrimesh kanë punëmarrësit dhe punëdhënësit për të paguar për punëmarrësit e tyre dhe më pas se si llogaritet paga neto për çdo të punësuar, por dhe atë që ne e kemi përmendur dhe vazhdojmë ta përsërisim, sepse është në interes të gjithë qytetarëve, të gjithë punëmarrësve që ka të bëjë pikërisht me deklaratën individuale vjetore. Do të vazhdojmë më pas edhe me disa tema të fushës së tatimeve, siç kanë të bëjnë nuk e kemi prekur në asnjë emision. Do të flasim sot edhe për tatimin mbi vlerën e shtuar, të vëshën, cili është legislacioni, aktet ligjore dhe nënligjore që kanë të bëjnë me tatimin mbi vlerën e shtuar, cilat janë llojet e tatimit mbi vlerën e shtuar dhe cilat janë subjektet që kanë detyrim ligjor dhe janë përfshirë në tatimin mbi vlerën e shtuar, po dhe cilat janë ato të cilat përjashtohen nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Bashkë me mua sot përsëri do të jetë zoti Fatmir Ceci, kryetari i Institutit të Ekspertëve Kontabil për Dekën e Koçës, i cili tashmë nuk është thjesht një i ftuar në emisionin Çfarë duhet të dini, pikërisht me kontributin e vet të palollshëm në të gjitha emisionet dhe në edicionet e kaluara. Fatmiri Cecin do ta quajmë tashmë një pjesë e rëndësishme e emisionit Çfarë duhet të dini. Përshëndetje Fatmir. Përshëndetje. Mirë se rierdhët përsëri në emisionin Çfarë duhet të dini. Ne në emisionin e kaluar trajtuam temat që kishin të bënin me tatimet, por nuk e kemi prekur, është në interes të qytetarëve ta fillojmë pikërisht me tatimin mbi vlerën e shtuar, ose TVSH, siç njihet nga qytetarët. Cila është baza ligjore për tatimin mbi vlerën e shtuar, cilat janë aktet nënligjore dhe a ka ndonjë ndryshim gjatë vitit 2025 pikërisht për tatimin mbi vlerën e shtuar? Në radhë të parë, faleminderit për ftesën. Për të folur mbi ligjet, udhëzimet, aktet ligjore, nënligjore të tatimeve, sigurisht që duhet një kohë gjatë, për arsye se ato përfshin një gamë shumë të gjerë dhe një volum të madh ligjesh, nenesh, udhëzimesh dhe aktesh. Sot do të përqendrohemi tek ligji mbi TVSH-n, i cili është një ndër nga ligjet më të rëndësishme të tatimeve, përveç atyre të procedurave tatimore dhe tatimi mbi të ardhurat. Pra, ligji mbi TVSH-n është një nga ligjet kryesore e cila prek një pjesë, pothuajse 80% të subjekteve dhe të tregtarëve që zhvillojnë aktivitet ekonomik në vendin tonë. TVSH do të thotë direkt nga fjala tatim mbi vlerën e shtuar, është shkurtimi i fjalës tatim mbi vlerën e shtuar. Çdo të thotë tatim mbi vlerën e shtuar. Në qoftë se një mall e marrim, po marrim në shembull konkret për ta thjeshtësuar, edhe për ta kuptuar më tepër, 100 lekë, neve sigurisht kur e marrim 100 do ta shesim diçka më tepër, do t'i shtojmë një vlerë. Dhe kjo vlerë e shtuar, kjo vlerë që shtohet, tatohet 20%, se shumë veta e konfondojnë, domethënë e marrin si vlerë të pagueshme vlerën totale, atë që të
të cilën e shesin dhe duhet ta paguajnë. Po kjo del si rezultati i një disa veprimeve, siç janë, domethënë i mbledhshëm, të vësha e mbledhshme, është të vësha që subjekti ose tregtari e mbledh kur ble mallin. Në qoftë se e blen 100 lekë, erë 20%, 20 lekë normalisht që i mbledh ose i grumbullon nga kjo blerje. Tash kjo blerje quhet e zbritshme në rastin kur tregtari do ta shes këtë lloj produkti nga 100 në 120, erë 20% do të del 22. Atëherë diferenca midis 22-shit dhe 20-s është diferencë të vështirë për tu paguar. Vetëm kjo është për tu paguar. E gjithë tjetra qarkullon midis blerësit dhe shitësit. Normalisht që ky lloj veprimi kryhet në zinxhir allkash deri në si thua në shitësi i fundit. Dhe në konsumatori i fundit, blerësi. Tashi se sa lloje të vëshës ka dhe kush shtatohet, përsëri ligji e përcakton qartë, është ligji 92/2014, ligji i ri domethënë i ndryshuar gjithmonë. Sigurisht që si të gjithë ligjet e tjera të tatimeve ndryshojnë, evolojnë, zhvillohen sipas politikave shtetërore. Dhe ligji mbi të vëshën ka ndryshuar her pas here dhe në disa raste. Thelbësorja e cila nuk qarkullon ose është në përdorim në këto momente është ligji mbi të vëshën, i shtrohen tregtarët të cilët zhvillojnë një aktivitet ose veprimtari në aktivitetet tija mbi 100 milion ose 10 milion lekë të reja xhiro ose të ardhura. Këta i nështrojnë të gjithë të tjerët të cilët kanë xhiro më të vogël se 10 milionshi, nuk i nështrojnë ligjit tatimit të vëshën, të përjashtuar përfundimisht të gjithë. Tjetër gjë është llojet e të vëshës. Të vëshës janë të vëshëa baza në Republikën e Shqipërisë është 20%. Pastaj ka të vëshët të specifika të veçanta si 6%, që është agrobiznesi, ose më parë ka qenë tregtarët, fermerët, edhe disa veprimtari të tjera që unë për momentin nuk i specifikoj. Në fushën e mjekësisë ndoshta ka edhe një diferencim. 10%, po ka. Ka një diferencim. Po, edhe në fushën e mjekësisë. Domethënë ka një specifik përjashtime të veçantë. Sipas politikave sociale, politike ose monetare të shtetit, ashtu dhe përcaktojnë dhe artikujt dhe mallat ose shërbimet të cilët nuk i nështrohet ligjit mbi të vëshën ose i nështrohen në mënyrë të reduktuar. Siç thash, siç është 6, ka dhe mallra ose shërbimet të cilat janë me të vëshë, po me të vëshë 0. Mund t'i përmendim këto me të vëshë 0 për shembull janë eksportet, nuk janë të përjashtuara nga të vëshë, po janë me të vëshë 0, do të thënë. Kemi transportin ndërkombëtar, këto që janë një grup i madh si thua artikuj, mallrash dhe shërbimesh, furnizimesh i quajnë në tërësinë e vet, të cilat janë të përjashtuara. Ka dhe të tjerë, domethënë fermerët për momentin, autofatura dhe blerja nga fermerët është 0. Mund edhe se si thua ka dhe të tjerat, si cilat janë nuk i nështrohet ligjin mbi të vëshën, janë sigurimet shëndetësore, domethënë pensione dhe siguracione të ndryshme. Këto mbajmën për momentin tonë. Do me thënë, për të gjithë subjektet të cilët kanë një xhiro vjetore mbi 10 milion lekë, janë të gjithë detyruar të nështrohet ligjit mbi të vëshën, të zbatojnë ta ligjin mbi të debitojnë dhe vëshën. kreditojnë të vëshën, Për ta ato akumulojnë dhe ta shpenzojnë të vëshën, ose të bëjnë të gjitha furnizimet me të vëshën. Përmendim pak a shumë, por gjithsesi mund të njihet kjo nëpërmjet faqes zyrtare të drejtorisë së përgjithshme të atyre. Përjashtuar nga të vëshën janë qiratë, ku janë të përjashtuar një sër shërbimesh të cilat ose dhe produkte për momentin ose thashë në bazë të politikave shtetërore. Por si vjet mund të jenë, vitin tjetër mund të vendosen ose dhe kundërta. Disa futen në ligjin mbi të vëshën, disa përjashtohen. Siç është rasti i librave, për shembull, disa herë është përjashtuar nga ligji mbi të vëshën dhe televizionet dhe disa herë janë vendosur përsëri me ligjin mbi të vëshën. Po këto janë përjashtime. Po ne mendoj që në këtë emision flasim për tërësinë në përgjithësi, ato ligjin bazë. Pastaj specifikat normalisht që ato janë të veçanta dhe duhet lexuar një nga një nëse duhet të jemi korrekt. Po, dhe janë të shfaqura dhe të publikuara në faqen zyrtare të Këshilla ime është gjithmonë është ata që merren me
tregti, me aktivitet tregtar, të cilët janë të detyruar të illustrojnë ligjin me të vëshën, duhet gjithmonë të shfletojnë librin dhe të jenë ose librin ose buletin informativ të drejtorisë përgjithshme të tatimeve mbi këto gjëra. Domethënë se i cili ndryshon dhe ti nuk duhet të jesh si thua mbrapa këtij ndryshimi për arsye se gjobitesh, penalizohesh. Po patjetër, edhe vetë subjekti duhet që të ndjekë periodikisht të gjitha ndryshimet që kanë të bëjnë jo vetëm me të vëshene, por dhe me procedurat e tjera tatimore, por unë do të thoja e kemi prekur pak në emisionin e kaluar, tashmë subjektet në Shqipëri kanë marrëdhënie me shumë shtete të tjera në fushën e tregtisë, dhe normalisht çfarë do themi vetëm për pjesën e tatimit mbi vlerën e shtuar, për eksportet apo për importet. Si aplikohet në këto subjekte një produkt apo një shërbim i cili hyn nga një shtet tjetër, jashtë Shqipërisë ose e kundërta, nëse një subjekt tregton një produkt, një mall, një shërbim jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Gjithmonë bëhet fjalë për subjekte që janë rezident në Republikën e Shqipërisë. Furnizimi i shërbimeve dhe mallrave të cilat importohen, normalisht kanë specifikën e vetë mbi ligjin për të vëshën. Ka disa që përjashtohen, po flasim gjithmonë 90% e të gjithë furnizimeve dhe shërbimeve, furnizimit të mallrave dhe shërbimeve, i nënshtrohet ligjit të tatimit me të vëshën. Ajo aplikohet mbi koston e mallit, mbi taksat doganore ose aksizë ose një taks tjetër specifike që mund të ketë malli, shpenzimin e transportit vendoset mbi të, dhe mbi të pasaj ka një çmim që quhet çmimi i referencës. Nuk aplikohet direkt mbi koston e vërtetë ose koston reale, e cila normalisht është është evidentuar tek invoice ose fatura e daljes së blerësit, aty ku e ka mbledhur në shtetin e huaj, por i nështrohet të gjithë gamës së këtyre tatimeve dhe taksave të tjera që rëndojnë këtë kosto, dhe mbi të llogaritet 20%. Për çdo vlerë të shtuar në këto raste, çdo vlerë të shtuar të kësaj plus shpenzime transporti a forfait, jo shpenzime transporti të faturës për kallce që i përket atij malli, llogaritet të vësheja, e cila është e zbritshme. Po. Akumulohet nga biznesi dhe e përdor atë në shitjen e mallrave. Duhet ta kenë parasysh subjektet të cilët ushtrojnë një aktivitet të tillë, por nëse e kemi dëgjuar shpesh dhe më shumë dhe për interes të qytetarëve, që shoqëri tregtare, ndoshta duhet të ndaleshim pak edhe në shoqëri tregtare cili është dokumentacioni i përkatës, si duhet të regjistrohen shoqëri tregtare në degën e tatim taksave, por unë doja të sqaronja shkurt për teleshikuesin. Kemi dëgjuar SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, por dhe shoqëri anonime apo SHA. Ku ndryshojnë dy shoqëri tregtare njëra nga tjetra dhe çfarë dokumentacioni kërkon një shoqëri anonime apo një SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, dhe pikërisht cilat janë detyrimet që ata duhet i kenë parasysh gjatë gjithë aktivitetit ushqimor. Duhet të përfundojmë atë konkluzionin për të vëshën në importet. Të vëshëja subjektet të cilët bëjnë importe, sikur edhe një import, detyrimisht të regjistrohen tek libri i TVSH-s, e përgjegjësia tatimore e TVSH-s. Është kategorike që çdo subjekt i cili sikur edhe një import të bëjë duhet të regjistrohet pavarësisht nga xhiro. Pavarësisht nga 10 milionë, kjo duhet theksuar, pavarësisht dhe duhet patur shumë kujdes. Shumë subjekte të cilët janë subjekte që janë subjekti të TVSH-s, ndodh ndonjëherë për arsye të ndryshme që bëjnë një import pa e menduar fare që ky lloj importi do t'i penalizojë duke i futur tek grupimi i subjekteve dhe shoqërive të cilat i nështrojnë ligjit të TVSH-s. Kjo është duhet patur kujdes në këtë rast, se shumë veta janë penalizuar në kuptimin e ligjit. Nuk është përcaktuar në përqindje se sa ata duhet sikur edhe një produkt nëse e shesin. Po, në atë produkt e marrin edhe e kanë produkt përshitur, dakor, tu përjashtohen në qoftë se janë makineri mjete kryesore që i themi. Ose jo makineri mjete kryesore aktiva afatgjata siç i quajmë neve. Përjashtohen, në këtë rast nuk penalizohesh. Por vetëm në këtë rast duhet të shpjeguar te drejtoria e tatimeve, duhet thënë që
kam bërë këtë blerje, po kjo blerje i përket kësaj klase, do të thënë, këtij funksioni. Atëherë nuk detyrat atimeve nuk të bën ndryshimin e statusit. Ndryshimin e përgjegjësisë tatimore, po, statusit aty. Ndërsa, për pyetjen e dytë, që the se si ndahen shoqëritë në Republikën e Shqipërisë, të paktën me sa kam unë nga eksperienca time, ndahen në 3 ose 4 kategori kryesore, ose grupime kryesore. Janë personat fizik që quhen ose tregtar, të cilët mund të jenë të vetë punësuar, por mund të kenë edhe punëmarrës. Janë SHPK-të, të cilët për hir të vërtetës në fillim të viteve të demokracisë ose në fillim të viteve të tregut të lirë u bën të gjithë ishin të interesuar të bënin një SHPK. Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. Çfarë kishte kjo që si thua i joshte tregtarët? Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar është një grupim ortakësh. 1, 2, 3 ose edhe më shumë, të cilët bien në një marrëveshje, një dakordsi, përpilojnë në një statut, si është si tip kushtetute, të cilët administrohet dhe organizohet shoqëria, dhe nuk mbajnë përgjegjësi vetëm për atë që futin në firmë, prandaj quhet me përgjegjësi të kufizuar, për atë kapital, edhe për ato shërbime dhe furnizime të cilat i shërbejnë asaj shoqërie, jo me pronën personale. Kjo ka qenë. Mirë po, ligji ka evoluar, edhe si thua duke shumë vetë abuzuar në këtë drejtim, fshiheshin në këtë mes, domethënë ngarkoheshin me detyrime dhe mbyllnin firmat. Por shteti duke kapur këtë dhe ka nxjerr një ligje, edhe personat të tretë, të lidhur të tretë, mbajnë përgjegjësi për detyrimet që kanë lënë në një shoqëri si SHPK-ja. Domethënë ajo detyrim i transferohet edhe personit të lidhur, individit që është i lidhur në shoqëri, ose edhe familja e tij, ose pasurinë familjare. Domethënë ka ikur kjo, prandaj dhe me sa shikoj unë, nuk pararegjistrohen SHPK, përveç atyre rasteve ku ligji e detyron që kjo lloj shoqërie tipi ose ky lloj malli ose ky furnizimi duhet patjetër të funksionojë mbi bazën e shoqërisë SHPK. Përgjithësisht. Në shumicën e rasteve tash regjistrohen tek persona fizik. Dhe një pavarësisht se s'ka kufizime, nuk ka asnjë kufizim në xhiro, nuk ka asnjë kufizim në biles është më i lirshëm në qarkullimin e paras, dhe ky është një problem i madh për SHPK-t, të cilët çdo qarkullim paraje, futje ose dalje të paras duhet të bëhen në vendim shoqërisë, ose në bazë të statutit ose të ligjit tatimor. Ndërsa personi fizik është i lirshëm në këtë drejtime. Është një kosisht dhe më i përgjegjshëm dhe ka dhe përgjegjësi ligjore për çdo drejtësi së drejtë. Ka përgjegjësi ligjore të drejtësisë së drejtë për çdo lloj veprimi dhe aktiviteti që kryen në shoqërinë e tij. Dhe nëse do vazhdonin me llojet e tjera të shoqërive tregtare, shoqëritë aksionere, të cilët nuk në këtë rast nuk quhen ortakë, nuk ortakë quhen aksionerë, jo një grupim njerëzish që mblidhen, edhe këta po përsëri kanë statut, kanë akt themelimi, por kanë edhe disa organe drejtuese. Në qoftë se SHPK-ja ka një organ drejtues që është asambleja, mbledhja e asamblesë, të cilat përbehet nga ortakët, dhe të gjitha vendimet i merr kjo, SHA-ja ka dhe këshillin mbikëqyrës, i cili mbikëqyr aktivitetin dhe përmbajturinë e subjektit. Po për sa i përket detyrimeve, tatimeve mbi të ardhurat, tatimi mbi, është një lloj me gjithë subjektet e tjera. Në këtë kuadër me shpjegimin që bëra unë edhe për SHPK-të, të cilët e kishin këtë lloj favori që e quani, tashmë ai favor nuk ekziston më, dhe kështu që ato funksionojnë pothuajse në të njëjtën linjë. Përveç se SHPK-të dhe shoqëritë anonime kanë statut, përveç ligjeve tatimore kanë dhe statutin rregullor e brendshme të tyre. Nësa personi fizik vepron si individ i pavarur. Shoqëritë aksionere janë shoqëri me kapital shtetëror, po mund të jenë edhe me kapital shtetëror, mund të jenë edhe mix, po sjell kanalizimet, mund të jenë edhe mix, gjysma ose edhe institucione të tjera, normale të tjera shtetërore që funksionojnë pikërisht si SHA, si shoqëri aksionere dhe kanë dhe ata që kanë përgjegjësi publike, që kanë edhe këshillat mbikëqyrëse. Ne do të vazhdojmë
në një pjesë tjetër që gjithmonë jemi në fushën e tatimeve, e përmendëm pak në emisione e kaluar dhe e shpjeguam se si llogaritesh tatimi mbi pagat. Po i rikthemi përsëri një teme që ka të bëjë pikërisht me deklaratën individuale vjetore, cilat janë shkurtimisht kategoritë e punëmarrësve të cilët janë të detyruar të deklarojnë deri në 31 mars të vitit pasardhës pikërisht të ardhurat e tyre nga paga apo dhe nga burime të tjera. Dhe si do të duhet t'i ndajmë, do të thënë ata që janë të punësuar diku në një shoqëri, përgjegjësitë mbi llogaritjen dhe organizimin deri në pagimin e sigurimeve shoqërore i mban shoqëria, e cila shërben si agent tatimor. Këto sigurime ndahen në punëdhënës dhe punëmarrës. Një grup ose një pjesë të sigurimeve i paguan punëdhënësi dhe një pjesë i paguan punëmarrësi. Por në bankë ose listë pagesat i përpilon për punëdhënësi me stafin e tij dhe në bankë i dërgon përsëri punëdhënësi dhe përgjegjësi për mospagimin dhe pagimin e tyre mban përsëri punëdhënësi. Punëtori vetëm paguan dhe kjo pagesë i mbahet nga paga. Ja mban punëdhënësi në pagë, kur i llogarit pagën, prandaj quhet paga bruto dhe mbetet pastaj paga neto në listë pagesë. Deri kur në paga neto përsëri si thua bëhet një bordero që motë ose listë pagesë tash përsëri, e cila dërgohet në bankë në formatin e caktuar nga banka. Ku thuhet që paga e X-it është kjo lloj, ky pagë. Kjo pagë do të kalojë nga llogaria e punëdhënësit në llogaria e personit, individit përkatës. Pra çdo individ është i pajisur me një llogari bankare në bankët përkatëse, ku i ka shoqëria. Pra përgjegjësia për pagimin dhe për pagimin janë të punëdhënësit. Po janë të punëdhënësit. Ju i përmbledhet edhe tatimin mbi pagat, detyrimi është i punëtorit për ta paguar, është detyrim. Por punëtori nuk mund të vejë që secili punëtor të vejë të paguajnë në bankë. Kjo është llogaritur, nuk e mbaj mend mirë vitin kur doli kjo lloj, se më përpara i paguante vetë punëtori, ai që ishte i detyruar. Por shteti mendoj për t'i kontrolluar pak më mirë. Për t'i kontrolluar dhe për t'a organizuar më mirë dhe shteti vetë është interesuar që t'i mbledhë sa më mirë dhe me pa firo. Megjithatë, do të thoja unë Fatmir, ne do të kalojmë edhe për çdo zë se si bëhet ndalesa, por nuk është vetëm detyrimi i punëmarrësit pikërisht për ndalesat që parashikon ligji. Ne i përfshim të gjitha, përfshim edhe pjesën që paguan punëdhënësi dhe është i detyruar punëdhënësi, po dhe pjesën që ka punëmarrësi për të paguar tatimin, tatim mbi pagën, por edhe kontributet për sigurime shoqërore dhe shëndetësore. E fsheh atë kontribut, e fsheh ose punëmarrësi nuk është i ndërgjegjshëm që në vetvete, se duke ja mbajtur ai në pagë nuk është i ndërgjegjshëm që ai paguan detyrime dhe nuk ja fal njeri ato detyrime, atë kontribut që derdh. Është paga e tij, mbahet nga paga e tij. Tu do të ndërgjegjësohen, se kur vete punë dhe është një problem i madh, sa vete në një ndërmarrje, edhe merr në intervistë ose pyet një punëtor, edhe ai të thot pagën neto. Nuk thot pagën bruto, pse se nuk e di sa e ka. Shumica nuk e din sa e kanë. Se kanë edhe din atë që prekin dhe që e marrin dhe shpinë në shpinë. Ky është një problem që paga neto që ne do mundohemi ta sqarojmë, por unë do të thoja që edhe ajo pjesë që ndalet nga paga e punëmarrësit janë pikërisht të ardhura për punëmarrësin, sepse nëse do të flasim për pjesën e kontributit për sigurimin shoqëror, normalisht ky punëmarrës do ta përfitojë këto të ardhura apo këto ndalesa që periodikisht i ndalon nga paga, do t'i përfitojë më pas në kohën kur tjetë në kushte përfitimi nga sigurime shoqërore, për pension, për pafshirë, për koshme dhe për tjera. Ose dhe pjesën e tatimit mbi paga, nuk i merr direkt, po indirekt ato i merr nëpërmjet shërbimeve publike që buxheti i shtetit pasi grumbullon i shpërndan ato më pas për
për arsim, për shëndetësi, për infrastrukturën, për çdo gjë që ka të bëjë pikërisht në shërbim të qytetarit. Megjithatë, nëse regjia do të më ndihmonte pak me tabelën numër 1, nuk e di nëse është gati për të sqaruar shkurtimisht Fatmir atë që e tham edhe në emisionin e kaluar. Kjo është tabela se si llogaritet tatimi mbi pagën. Dhe nga 0 deri në 50.000 lek nuk ka tatim mbi pagën, është 0%. Tatim mbi pagën. Edhe të ardha duke futur përveç pagës edhe të ardha të tjera që ne kemi shpjeguar dhe në emisionet e tjera. Dhe për vlerën ose pagën nuk po ndalen vetëm në paga dhe më pas do i sqarojmë pjesën tjetër të ardhrave, nga 50.001 deri në 60.000, deri në 35.000 dhe 35.000 deri në 60.000, aty ka një gabim Fatmir në ajo tabela, se tatimi mbi pagën është 13% të shumës ose të pagës që ka një punëmarrës minus 35.000, jo 30.000. Dhe nëse do të vazhdoni më pas me pagat mbi 60.000, kemi 2 nivele këtu. Nëse do të flasim për paga 60.001 deri në 200.000, paga ose tatimi mbi pagën është diferenca midis pagës reale dhe 30.000 lek, kjo indeksuar me 13% të kësaj vlere. Dhe nëse do të kemi një pagë mbi 200.000 lek, 200.001 dhe më tepër, tash më kalojmë në taksën tjetër 23%, por për pagën deri në 200.000 lek do të kemi një tatim mbi pagën 22.100 lek, që i përket pikërisht 13% të diferencës midis 200.000 lek dhe 30.000 lek, dhe më pas mbi 200.001 do të kemi një tatim gjithmonë mbi pagën 23% që kalojmë në atë që e kemi përmendur shpesh që ka të bëjmë me taksën progresive. Dhe nëse do të vazhdojmë, ndoshta do të ngelemi në emision përsëri në pjesën tjetër të emisionit, që do të trajtojmë se nuk është vetëm për punën marsin, nuk është vetëm tatimi mbi pagën, por përveç tatimi mbi pagën, llogaritet dhe kontributi për sigurimet shoqërore, kontributi për sigurimet shëndetësore dhe më pas kalojmë nga paga bruto në pagën neto, duke zbritur dhe duke ndërtuar si shtatë edhe ju lis pagesat, pagën bruto duke zbritur edhe pagesën e tatimi mbi pagën, kontributet për sigurimet shoqërore shëndetësore, por nëse do të vazhdoni me skemat të tjera, ka punëmarrës, ka subjekte të cilët kanë dhe kontributet private në fondin e pensioneve, të cilat dhe ajo ndalet nga paga, pavarësisht se e kemi përsëritur, pikërisht kjo nuk është pjesë e tatimit. Gjithmonë kjo pjesë e sigurimeve që ka të bëjë me fondin e pensioneve private nuk do të janë të interesuar, kur bën pyetjet më të shpeshta, janë të interesuar se sa paguajnë ata. Se sa paguajnë ata normalisht që ka të bëjë me pagën e tyre, se sa e kanë ata pagën. Por ajo që nuk ndryshon është përqindja mbi pagën. Domethënë 9.5% paguajnë sigurime shoqërore, që është detyruar ta paguajë punëmarrësi, 1.7% është sigurimi shëndetësor dhe minus tapin ose tatimi mbi të ardhurat, qoftë se ai ka tatim mbi tap. Edhe diferenca ka pagën mbi 50.000. Nëse ka atëre paga bruto minus këto, shumës së këtyre, del paga neto, e cila dërgohet në bankë dhe të riqet nga Ka dhe skema të tjera, ka dhe sigurime suplementare, një kategori e caktuar punëmarrësish, përveç kontributeve nga skema e sigurimit të detyrueshëm në skemën e sigurimeve shoqërore, kanë dhe skemën përsëri të sigurimit të detyrueshëm, por suplementare, siç janë po them unë, punonjësit që kryen një funksion të lartë kushtetues, që ne i kemi përmendur cilët janë ata, do t'i përmendim dhe në një emision tjetër kur të kemi pikërisht një temë për pensionet suplementare shtetërore që paguajnë dhe kontribute suplementare, janë ish ushtarakët e forcave të armatosura, ish ushtarakët e policisë së rendit, shërbimit informativ shtetëror,
por ka dhe për minatorët në nën tokë, metalurgët, punojësit e industrisë së naftës, apo dhe do të thoja unë punojësit e universiteteve të cilët gëzojnë në një titull shkencor, profesor i asocuar, mjeshtër kërkimesh apo drejtues kërkim, të cilët në listë pagesë përveç ndalesës së tatimi mbi pagën, kontributi për sigurime shoqërore dhe shtetësore, kanë dhe një ndalesë plus, ata paguajnë dhe kontribute suplementare. Ne do të vazhdojmë me ju, Fatmir, e cila ndihmon pensionin e tjerë, që normalisht pasi bëhet një pagesë të kontributit suplementar me ligjet të veçanta, ka dhe përfitime suplementar. Nuk do kemi kohë sot, do të ndërtojmë një emision pikërisht për këto pensione suplementare, por në fillim të emisionit ju edhe nga telefonatat, po dhe nga takimet që kemi patur me qytetarët, me subjektet, kishit disa pyetje që ne duhet i sqarojmë në këtë emision, po para se të shkojmë atje, unë do të ndërprisja pak emisioni për të kaluar në një blok të shkurtër publicitar. Atëre, rikthehemi përsëri në emisionin Çfarë duhet të dini. Jemi përsëri me zotin Fatmir Rëceci në këtë emision të dytë që po trajtojmë temën e të ardhurave të tatimin mbi vlerën e shtuar, po dhe problematika të tjera që kanë të bëjnë pikërisht me tatimin. Nëse Fatmir do t'i rikthejmë përsëri pjesës së parë të emisionit shkurt që ka të bëjë, ne trajtuam TVSH, në cila është baza ligjore, cilët janë subjektet të cilët janë të detyruar të jenë pjesë apo objekt i ligjit mbi tatimin mbi vlerën e shtuar, por unë do të thoja si llogaritet tatimi mbi vlerën e shtuar, subjekti që është objekti i këtij ligji, cilat janë afatet që ai duhet të paguaj, por e rëndësishme është si rimbursohet TVSH-ja, sepse ju thate që TVSH-ja ka të bëjë pikërisht me vlerën e shtuar të një produkti apo të një malli, por në kohën që pritet fatura e kam konstatuar, po edhe qytetarët e kanë konstatuar që në çdo faturë është pikërisht 20% e vlerës. Dhe nuk është ajo vlerë e shtuar që ju e shpjeguat, që duhet paguaj fillimisht subjekti. Si është kjo pjesa që rimbursohet TVSH-ja në subjektet, është me interes besoj për të gjithë ata që na ndjekin. Referuar kalendarit tatimor, data 14 është data e fundit që duhet paguar TVSH-ja, e llogaritur për muajin që ka kaluar, do të thënë. Në qoftë se gjatë muajit, jemi në muajin shtator, bëjmë fjalë referencë, marrim referencë muajin gusht. Gjatë muajit gusht kemi një vlerë të caktuar blerjesh dhe një vlerë tjetër të caktuar shitjesh. Në qoftë se vlera e shitjeve është më e madhe se sa vlera e blerjes dhe plus gjendjen fillestare të TVSH-s akumuluar, atëherë diferenca që del subjekti duhet ta paguajë në bankë. Këto llogaritën normalisht që bëhen në librat e blerjes, librat e shitjes, bëhet deklarata e TVSH-s, ku bëhet për llogaritën sipas standardit dhe përqindjeve përkatëse. Ajo vlerë e tepruar, e tepërt që duhet të paguhet, shkohet paguhet në bankë. Ajo vlera tjetër, nëse është më tepër nga subjekti, ajo akumulohet për muajin tjetër pasardhës. Tashti, në një momente të caktuara, subjekti akumulon shumë TVSH dhe kërkon që kjo TVSH e akumuluar ti rimbursohet, ti kthehet në kesh, në lek. Ligji thotë që në qoftë se një subjekt duhet të ketë akumuluar 400.000 lek, domethënë 4 milion lek të vjetra, 400.000 lek, për 3 muaj radhasi, ka të drejtë të bëjë kërkesën për rimbursim. Në cilat raste ato i përcakton ligji, por në rastet shumica e subjekteve të cilët blejnë mallra me TVSH, por shesin mallra janë të përjashtuar nga TVSH, shesin mallra me TVSH 0, ata kërkojnë her pas here rimbursimin e TVSH-s, kur plotësojnë kushtet normal. Do të thotë, një qoftë se një subjekt ble mallra me TVSH, i ble këto mallra, por të gjitha produktet që prodhon i ka eksporte 0, atëherë të gjithë kjo TVSH e akumuluar nga blerja, e shpenzuar nga blerja, ai e bën kërkesën për rimbursim të TVSH-s, e cila këto vitet e fundit është përmirësuar, është bërë automatike, shumë e thjeshtë,
pa ndonjë pengesë, ka ligji thot brenda 30 ditëve ajo t'i rimbursohet. Ligji tenton të bëhet dhe rimbursime automatike, po akoma nuk është arritur tek kompensimi automatik. Gjithmonë duhet të bëj kërkesë. Një subjekt duhet të bëj kërkesë. Kërkesët tash kërkesa deri e bësh manuale, në me poste me tëra, e cila ishte si thosh dhe kishte edhe shumë pengesa burokratike, ndërsa tash është një brenda faqes së tatimeve, është një program i veçantë për rimbursimin. Që është shumë e lehtë dhe si thua subjektet, më falni, kanë gjetur rregullsitë kanë lehtësira, paratë e tyre kanë saktësi në llogaritjen e të vëshës. Dhe shteti është munduar, nuk kam vonesa nga rimbursimet, domethënë jo se s'ka, po nuk u ka siç kishte më përpara, që të nxirrnin të zi të ullirit, ndërsa tash respektohen afat. Lajmi mirë për subjektet të cilët kanë mbi 90% eksporte e kanë afatin e rimbursimit 30 ditor. Subjektet të tjerat e kanë 60 ditor. Po, gjithsesi është një kohë relativisht e shkurtër për të ndihmuar çdo subjekt biznesin për të patur këto të ardha për të vazhduar dhe ai aktivitetin e vetë tregtar. Rimbursim të TVSH-s marrin edhe ato subjekte të cilët bëjnë investime. Për të gjitha investimet të TVSH-n akumuluar nga investimet, ata kanë të drejtë për ta rikërkuar. Ta kërkuar. Ka përjashtime, Fatmir, besoj se ka përjashtime në ligjin dhe që nuk janë në TVSH. Që nuk janë. Po, ka përjashtime kur blihet, sidomos për subjektet të cilët kanë mbi 500 milion lekë investime, të gjitha makineritë që blenë nuk i illustrojnë ligjit të TVSH-s në doganë. Po tjetër se këtë e përmendëm pak, po ka të bëjë me subjekte që ushtrojnë aktivitete të ndryshme. Zakonisht të gjitha ato subjekte janë subjekte me fason, të cilët nuk illustrojnë ligjin mbi TVSH. Po, në gjithë fasonet, pavarësisht nga xhira, ligjit për punimit aktiv, ata nuk i përjashtohen, i llogaritet formalisht, por nuk janë objekt për të paguar TVSH-n. Ka dhe raste të tjera të cilët për shembull ata avionë, të fluturimet avionave, thotë që s'kan TVSH. Ka ato të arit, fesarit, fondacione të ndryshme që kanë të bëjnë me ndihmat, OJF, organizatat jo fetimprurse nuk janë objekte. Këto fondacionet e pensioneve të pleqërisë të këtyre fondet e pensioneve, ato që përmendëm që nuk janë objekte i tatimit të TVSH-n. Si të pleqëve, këto kujdeset të azil, po, apo institucionet përkatëse, po, të cilat janë të përjashtuar, janë të përjashtuara nga ligji parashikuar në ligj dhe gjithsecili normalisht që këto që nuk janë në ligjin e TVSH nuk akumulojnë TVSH dhe nuk kanë të drejtë rimbursimit të TVSH-s, edhe nëse e paguajnë ndonjëherë. Po. Dhe vazhdojmë në ato që ju më pyetet në fillim të këtij emisioni, pikërisht nga takimet që keni patur me subjektet, me bizneset që ju administroni, vetë fjalë për subjektet fizike dhe ato juridike, dhe paqartësitë apo pengesat që keni patur gjatë pikërisht gjatë ushtrimit të detyrës suaj, jo vetëm si Fatmir Ceci, por edhe si shoqatë e institutit. Problematikat për këtë aspekt janë të vetë punësuarit, të cilët gjithmonë ankohen edhe kur nuk arrin që të marrin dot kështu pagesa për pafësitë përkohshme, atëherë lind dhe problemi pse ne nuk marrim. Po, edhe ne nuk dim si t'ja u shpjegojmë. Po mundohem që të jem pak më i qartë për gjithë pjesën e pagesës së kontributeve për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore që paguan një vetë punësuar dhe që paguan një punëmarrës. Ligji ka të ndarë një vetë punësuar, paguan kontribute për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, por jo për të gjitha skemat e sigurimit të detyrueshëm në fushën e sigurimeve shoqërore. Një vetë punësuar paguan regjia nëse mundet tabelën numër 2, një vetë punësuar paguan sipas ligjit për pension pleqërie në masën 21.6% nëse ka mundësi për ta zmadhuar pak, paguan për të ardhurat për balindje dhe për sigurim shëndetësor.
Një vetë punësuar nuk paguan kontribute për sigurimet shoqërore për pa aftësi të përkohshme në punë. Një vetë punësuar nuk paguan kontribute për sigurimet shoqërore për aksident në punë dhe sëmundje profesionale. Një vetë punësuar nuk paguan kontribute për pagesë papunësie. Dhe rrjedhimisht në kohën kur nuk paguan kontribute në këto skema që unë i përmenda për paaftësitë përkohshme në punë, për aksident në punë dhe sëmundje profesionale dhe për pagesë papunësie, kur është në kushtet e paaftësisë së përkohshme në punë, kur është në kushtet e aksidentit në punë dhe sëmundjes profesionale apo dhe papunësisë, normalisht kur mbyll aktivitetin një person fizik apo një vetë punësuar, përderisa nuk paguan kontribute për sigurimin shoqërore, nuk mund të përfitojë paaftësitë përkohshme, nuk mund të përfitojë aksident në punë, sëmundje profesionale dhe nuk mund të përfitojë pagesë papunësie. Por të më falësh Fatmir, por një vetë punësuar nëse është në kushtet e paaftësisë, pavarësisht se nuk paguan kontribute për paaftësinë e përkohshme në punë, i lindte drejta nëse ai do të vazhdojë të jetë i pahapur për punë më shumë se 6 muaj nga lindja ose nga koha e fillimit të kësaj paaftësie, ka të drejtën të përfitojë një pension invaliditeti të plotë, një pension invaliditeti të reduktuar apo një pension invaliditeti të pjesshëm. Sepse pikërisht pagesa e kontributeve që ai bën çdo muaj për kohën që ushtron një aktivitet privat dhe është i vetëpunësuar, është person fizik, paguan kontribute 21.6% të pagës minimale për pensione dhe në llojet e pensioneve është pikërisht edhe është përfshirë edhe pensioni i invaliditetit. Që çdo i vetëpunësuar në momentin që vërtetohet nga një komision ekspertësh, mjekësh, që këto komisione janë ngritur në çdo agjenci lokale të sigurimit shoqërore, janë në Korçë, në Pogradec dhe në Kolonjë, paktën flas për Çakun e Korçës, dhe nëse ato vërtetojnë që personi është i paaftër për punë, plotësisht ose pjesërisht i paaftër për punë, ka të drejtë të përfitojë një pension invaliditeti nëse plotëson kushtet e tjera ligjore. Domethënë 6 muaj ai mund të rri pa pagesë sigurimesh. Do rri pa pagesë se unë e shpjegova. Nuk paguan dhe ju e dini që ai nuk paguan kontributa. Po pse është i përjashtuar? Pse mos paguaj? Pse ligji e përjashton? Ligjvënësi ka menduar që një vetëpunësuar mos jetë i përfshirë në të gjitha skemat e sigurimit, ku përfshihen dhe këto që përmenda unë, për shkak se nëse do marrim, po them, skemën e pagesës së papunësisë. Nuk mundet që një vetëpunësuar të paguaj për veten e tij kontribute për papunësinë. Dhe nesër, në momentin që ai do të mbyll aktivitetin, për shkaqe nga arsye nga më të ndryshme, të jetë i përfshirë në skemën e pagesës së papunësisë, sepse pagesa e papunësisë, përveç kushtit ligjor që duhet të kesh paguar kontribute për papunësinë, kërkon dhe një kusht tjetër që gjatë gjithë kohës jetë regjistruar si punë-kërkues pa punë. Tani një person fizik nuk mundet që të jetë i përfshirë në pupa apo në punë-kërkues pa punë. E merr përgjegjësinë riskun e papunësisë apo riskun e paaftësisë së përkohshme, ligjvënësi ka menduar që në këtë rast ta marrë i vetëpunësuari. Dhe nuk është vetëm i vetëpunësuari, flas për ata që kanë zhvillojnë një aktivitet privat, janë persona fizik, por edhe të vetëpunësuarit në bujqësi, edhe ata nuk paguajnë kontribute për paaftësitë përkohshme në punë, për aksident në punë dhe sëmundje profesionale apo dhe për pagesë papunësie. E njëjta skemë është dhe për skemën e sigurimit vullnetar, i cili është një skemë jo në skemën e sigurimit detyrueshëm, të cilët paguajnë vetëm kontribute për pension kur përfshihen të gjitha llojet e pensioneve. Do të thotë që këta përjashtohen nga detyrimi për ta paguar, vetë përjashtohen apo i përjashton ligji? I përjashton ligji. Ligji nuk ka parashikuar që pikërisht ta persona të paguajnë kontributa. Dhe skema e sigurimit shoqërore funksionon në kohën kur paguan kontribute, merr dhe përfitime nesër kur jenë në kushte përfitime. Në momentin që nuk paguan kontribute për sigurimin shoqëror, sepse nuk je i përfshirë në skemën e sigurimit të detyrueshëm, normalisht që nuk do të kesh edhe përfitime. Marrë veprimin e kundërt. Nëse një vetëpunë do t'i paguaj dhe këto. A mundet t'i paguaj? Pyetje shumë e drejtë kemi asur edhe në strukturat e sigurimeve shoqërore, sepse shumë persona të vetëpunësuar
duan dhe kanë dëshirë që të përfshihen në skemat e sigurimeve të tjera, si që janë po them sigurim vullnetar, që bëhet fjalë për... S'më ka thënë njeri që mos paguaj, unë e di që paguaj, thot ai, se nuk e di ai ta zbërthej si që zbërtheve këtë ligjin, kupton? Ai e di që paguan sigurime shoqërore, edhe thotë unë jam në rregull, thot me në skemën e sigurimit të detyrueshëm, të vetë punësuarit nuk janë të përfshirë, ligjvënësi ka menduar që mos të jenë përfshirë, por në skemën e sigurimit vullnetar, që ka të bëjë pikërisht me kolonën e tretë të sistemit të sigurimeve shoqërore në Shqipëri, ku në skema e sigurimit vullnetar në shtet dhe skema e fondit të pensioneve që janë institucione private që edhe ato janë të përcaktuara me ligj dhe zhvillojnë një aktivitet me ligj duke përfshirë dhe kontributet në fondin e pensioneve që ne her pas here kemi trajtuar, por në skemën e sigurimit vullnetar një person mundet të paguaj kontribute për sigurimet shoqërore vetëm për pension. 21.6% të pagës minimale deri në pagën maksimale, ose do të thoja unë 21.6% të pagës 40.000 lek, deri në 21.6% të pagës 176.400 lek. Dhe këtu do të bëja edhe një apel, do të thoja unë, për gjithë ata persona të cilët janë të përfshirë në skemën e sigurimit vullnetar dhe kërkojnë të mbulojnë në periudha të pambuluara me skemën e sigurimit të detyrueshëm, duhet që të kemë parasysh që në kohën kur rritet paga minimale nga 40.000 lekë që sot, do kemi një pagë minimale tjetër dhe në programin e Këshillit të Ministrave është 50.000 lekë të jetë shumë shpejt paga 50.000 lekë, masa e kontributit që do të paguaj nuk do jetë më 21.6% të 40.000 lekëshit, po do jetë 21.6% të 50.000 lekëshit. Sa herë kemi një lëvizje të pagës minimale, kuptohet që do kemi në vlerë dhe rritje të pagesës së sigurimit vullnetar. Ndërsa nëse do të ndaleshim në pjesën e të punësuarve, dhe këtu ne trajtuam që punëdhënësi ka detyrime për të përpiluar pagesën dhe për të bërë dhe pagesën e të gjithë ndalesave që ka një punëmarrës. Por në pjesën e mban edhe përgjegjësi. Edhe përgjegjësi ligjore, por ndërsa në pjesën e tatimeve, gjithë pjesa e ndalesës mbi pagën ndaleshen nga punëmarrësi, por është dhe do të jetë një detyrim ligjor i punëdhënësit për ta paguar, por ndalesa bëhet gjithmonë nga paga e punëmarrësit. Në rastin e kontributeve për sigurime shoqërore dhe shëndetësore, këtu do të ndalen pak që duhet të njihen edhe punëmarrësit, sepse vërtet punëdhënësi ndalon nga paga, taptimin mbi pagat, po ndalon edhe kontributet për sigurimet dhe shoqërore dhe shëndetësore, siç thatë juve në masën 9.5% sigurime shoqërore dhe 1.7% për sigurime shëndetësore, por ligji parashikon që punëdhënësi dhe ju besoj keni asur këtë në subjektet që administroni, përveç pjesës së ndalesës nga punëmarrësi, ka detyrim ligjor që të paguaj kontribute për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për punëmarrësin. Që do thotë, nëse gjithë pjesa e kontributeve për sigurimet shoqërore në skemat të ndryshme të 6 skemat e sigurimeve shoqërore është 27.9%. Po, 27%. Dhe punëdhënësi paguan për punëmarrësin 27.9% kontribute për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, 11.2% i ndal punëmarrësit nga paga, po them 9.5 plus 1.7 që ka të bëjë me sigurimin shëndetësor, dhe pjesën tjetër deri në 27.9% që është 16.9% paguan punëdhënësi për punëmarrësin. Dhe kontributet për sigurimet shoqërore që kalojnë në favor të punëmarrësit nuk janë më 11.2%, apo për sigurimet shoqërore 9.5%, po në total kontributet që kalojnë në buxhetin e çdo individi për sigurime shoqërore dhe shëndetësore është 27.9%. 16.7 dhe 11.2. Po, dhe nëse do të ndalemi skemat e sigurimit të detyrueshëm, që mos largohemi nga pyetja e parë, duhet mos sqarosh edhe për barlindjen për të vetë punësuarit. Se edhe këtu kemi një problem e pasere. Përfitojnë? Nuk e di, në fakt
e kemi trajtuar dhe herë të tjera të ardhurar për barlindje. I vetë punësuari nga një punësuar nuk ndryshon në skemën e sigurimit të detyrueshëm. Të njëjtën përqindje e kontributit paguan një i punësuar, që i ndalet një pjesë nga paga dhe një pjesë e paguan punëdhënësi, po të njëjtën përqindje të pagës minimale paguan dhe një vetë punësuar për të ardhurar për barlindje. Nëse e ardhurar për barlindje është 1.4% të pagës minimale. Kuptohet sa herë ndryshon paga minimale, ndryshon edhe pagesa e të ardhurar për barlindje. Dhe këtu nuk ndryshon as në përqindje dhe as në përfitim. Një punësuar nga një i vetë punësuar është e njëjta gjë dhe normalisht vetëm kushtet janë po të njëjta. Për të përfituar të ardhurar për barlindje, që e fiton me ndryshimet e ligjit në vitin 2015, e fiton nëna ose babai i fëmijës, duhet të kesh kushtin ligjor që për çdo fëmijë të kesh 12 muaj kontribut për sigurimet shoqërore, një vit po them, të kesh paguar në gjithë historikun tuaj të punës 12 muaj apo një vit sigurim shoqëror, ku përfshihen dhe të ardhurar për barlindje, dhe kushti i dytë është gjatë periudhës së shtatzanisë të jesh i siguruar për nënën, qoftë edhe një javë apo më shumë. Do të thonë, ajo në qoftë se në e para i ka plotësuar 12 muaj, në barën e dytë duhet plotësoj dhe 12 të tjera, apo mund të ketë 24 të radhës së parë. Nëse dy përfitime të ardhuara për barlindje janë brenda 24 muajve, normalisht po flas fëmia e dytë nga fëmia e parë, janë 12 muaj sigurim shoqëror kurdo që ta kesh. Nuk është kurrë që për çdo lindje duhet të kesh 12 muaj. Po nëse diferenca e të ardhurave për barlindje të parën me të dytën është më shumë se 24 muaj, atëherë për lindjen e dytë duhet të kesh përsëri 12 muaj kontribut për sigurime shoqërore dhe kushtin tjetër që të jetë i siguruar gjatë periudhës së shtatzanisë për të përfituar të ardhurat për barlindje. Kurse babai nuk ka lidhje me kushtin që duhet të jetë gjatë periudhës së shtatzanisë, por gjithmonë pas ditës së 63-të, sepse deri në 63 ditë janë për shëndetin e nënës dhe kuptohet që ka drejt i marrë vetëm nëna, kurse nëse nëna nuk ka kushte ligjore për të përfituar të ardhurat për barlindje, apo nuk do të përfitojë të ardhurat për barlindje për shkak se është e punësuar apo ka një aktivitet të cilët nuk mundet t'ja kushtoj fëmijës, ka drejt ta marrë babai fëmijës edhe ai nëse ka 12 muaj sigurim shoqëror për çdo lindje. Dhe përveç të ardhurat për barlindje dhe pension, që ne i shpjeguam, për pension është 21.6%, për të ardhurat për barlindje është 1.4%, që të dyja këto skemat paguan edhe nga punëdhënësi dhe nga punëmarrësi. Nuk i paguan vetëm punëmarrësi ose vetëm 1.4 njëri, 1.4 tjetër. Të dyja bashkë 21.6 plus 1.4% përfshihen pikërisht në ato që ne thamë 27.9% që është detyrimi për kontributet e sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Ndërsa punëdhënësi, përveç skemën që ndahet me punëmarrësin, ka dhe disa skema që i paguan vetë punëdhënësi në favor të çdo punëmarrësi, siç janë paaftësia e përkohshme në punë, atë që nuk e përfitonin një vetë punësuar apo një person fizik në masën 0.3% të pagës, gjithmonë midis pagës minimale dhe asaj maksimale, paguan punëdhënësi për punëmarrësin në aksident në punë dhe sëmundje profesionale dhe kjo në masën 0.3%, paguan punëdhënësi për pagesë papunësie, edhe kjo paguhet vetëm nga punëdhënësi për punëmarrësin në favor të punëmarrësit në masën 0.9%, kuptohet për të përfituar nesër një pagesë papunësie kur je në kushtet e pagesës papunësisë, kur je i pa punë, dhe ajo kërkon ligji parashikon disa kushte ligjore, duhet të kesh mbi 12 muaj për çdo pagesë papunësie, ka të bëjë nga 1 deri në 3 vjet përfiton 3 muaj, edhe kështu me radhë vazhdon deri ka ndryshuar dhe do të thoja që sa i përket pagesës së papunësisë ka dhe moshë. Nëse një punëmarrës ngelet i pa punë, po them 5 vjet para se të plotësoj moshën për pension pleqërie, po them burrat 60 vjeç, nuk është kurrë që duhet të kenë 10 vjet punë nga pagesa e fundit e papunësisë për të përfituar, po them 12 muaj pagesë asistencë.
ose asistencën njët nga qytetar në fakt, po nëse do të ndalemi për asistencën dhe ne mirë është ta bëjmë një që edhe qytetarët të mos kene një paqartësi në këtë pjesë. Asistenca janë ndihmat ekonomike apo asistenca sociale që trajtohen nga shërbimi social shtetëror dhe ndoshta do na duhet të bëjmë një emision, kurse kjo që ne po sqarojmë. Po format e kontributeve që mos dalim nga janë në Shqipëri sistemi i sigurimeve shoqërore funksionon në dy kolona. Në kolona e parë që ka të bëjë me skemën e sigurimit të detyrueshëm, që ne pak a shumë i thamë, dhe kolona e tretë që ka të bëjë me skemën e sigurimit vullnetar. Skema e sigurimit vullnetar ndahet pikërisht në ato që të ardhura që kontributive që paguen në buxhetin e shtetit ose në buxhetin e sigurimeve shoqërore, do të thojë janë si skemë kontributive që kanë të bëjnë vetëm për pension, për të gjitha llojet e pensioneve 21.6% të pagës minimale deri në pagën maksimale ose 40.000 deri në 176.400, por tashmë me ligj dhe me ndryshimet shumë të rëndësishme që pësoi ligji 10, kolona e tretë përfshin edhe skemën e sigurimit privat apo fondin e pensioneve, ku tashmë janë të parashikuara në ligj edhe mënyrën se si janë ndërtuar këto institute private për fondin e pensioneve, se si është garantohen pikërisht të ardhurat kontributive që paguan një person, një qytetar, pavarësisht se është ose jo në skemën e sigurimit të detyrueshëm, ai ka të drejtët që të jetë i përfshirë në fondin e pensioneve, në institucione të ndryshme, të cilat janë të rregulluara me ligj dhe kanë një garanci absolute për shkak se pikërisht to fonde të grumbulluara, të cilat investohen nga instituti privat për katës, investohen 2 herë në muaj për të përfituar të ardhura nga investime dhe një pjesë e këtyre kalojnë në favor të qytetarit, por ato investohen vetëm në punë publike dhe në bona thesari. Në të dyja rastet kemi një garanci 100% nga buxheti i shtetit. Ka këtu rrezik për informalitet? Nuk ka asnjë firmave të famshme piramidale të cilat të joshin me ato ligji këtu është shumë strikt. Ligji dhe ndryshimet e fundit që pësoi ligji para 2 vjetëve janë shumë strikte në pikërisht në garancinë që ka një qytetar, sepse është buxheti i shtetit. Përderisa këto fonde investohen në bona thesari dhe në punë publike, në të dyja rastet kemi buxhetin e shtetit përveç garancisë që çdo institut është i detyruar me ligj të lërë si garanci në fondin e pensioneve. Pra, përsëri do të thoja që edhe garancia që shteti duke i drejtuar këto investime pikërisht në 2 drejtime, në bona thesari dhe në punë publike, bën të mundur që janë të garantuara. Por akoma është një skemë jo shumë e zhvilluar për hir të së vërtetës, kjo skema e sigurimeve private. Edhe për shkak të transparencës, po unë do të thoja edhe për shkak sepse në Shqipëri mungon kolona e 2, siç është në sistemet në shumë vende të botës, ku ka të bëjë me skemën me kontributet të sigurimit, të skemës së sigurimit të detyrueshëm, të shpërndara këto në buxhetin, në skemat shtetërore, në buxhet, në skemën kontributive të institutit, do të thoya të sigurimit shoqëror në Shqipëri, por dhe në skema private, që një i punësuar duhet, nëse do funksiononte dhe kolona e dytë, do të paguante kontribute për sigurimin shoqërore deri në një pagë minimale në skemën e institutit të sigurimit shoqërore në pjesën kontributive, për shkak se shteti ka një të drejtë dhe detyrim që të garantojë shtetasit me një pension minimal, por dhe në një ato mund të investojë më pas edhe për pjesën tjetër deri në pagën reale, mund të investojë në institutet private të sigurimit, të cilët përveç pjesës së indeksimit, siç është ligji për sigurimin shoqëror, ato kanë drejt të investojnë dhe më pas grumbulojnë të ardhura më shumë në momentin që jenë në kushtet e përfitimit. Këto janë skemat
klasike në botë që kanë të bëjnë, janë shumë shtete që funksionojnë me 3 kolona, duke i përfshirë të 3 kolona dhe atë të skemës së sigurimit të detyrueshëm në shtet dhe në privat, skemën e sigurimit vullnetar, ka shtete të ndryshme siç është Kili, do të thoja unë, që ka vetëm skemën e private. Aty nuk funksionon, po them, skema shtetërore, ka shtete të cilat i kanë të alternuara, ka shtete strikte që kanë vetëm skemën e sigurimit në shtet të detyruar gjithmonë, ka shtete të cilët alternojnë jo vetëm skemën e sigurimit të detyrueshëm, por dhe skemën e fondit të pensioneve, të cilat bëjnë të mundur që alternojnë në fusha të ndryshme, ka dhe masa kontribute të ndryshme. Por e përgjithshme është ajo teoria e Bismarckut që po paguajmë kontributet në kohën kur jemi të aftë për punë, për t'i patur nesër në kohën kur nuk do t'jemi të aftë për punë, për mos krijohet edhe kriza sociale, probleme sociale, në momentin që shteti ka detyrim për t'i ndihmuar, po them, shtetasit e vet, por dhe parimi tjetër, që edhe kjo është që në kohë shumë të vjetra, që brezi e aftë për punë paguan kontribute për brezin e pa aftë për punë. Normalisht kjo funksionon në shumë shtete të botës, pikërisht për të mbajtur të qëndrueshëm skemën e sigurimit shoqërore. Ne kemi një raport, dhe kjo është një nga, po them, të metat e skemës sonë në Shqipëri, sepse ne kemi sot një raport tullët midis kontribuesve dhe përfituesve. E kemi 1.1 me 1 apo 1.12 me 1 kontribues me përfitues, dhe kjo bën atë... Kjo mbase s'ka të bëjë vetëm me të sotme, ka të bëjë edhe me të djeshmen. Patjetër është një skeme akumuluar në vite, ndër vite, domethënë, edhe pas 91-shit, pas 92-shit kishim një evazion shumë të madh, pavarësisht se kishim kontribues më shumë, por evazioni ka qenë shumë i madh, puna e zezë ka qenë shumë e madhe në Shqipëri, dhe kjo emigracioni ka bërë të vetën, sepse një pjesë e qytetarëve shqiptar jetojnë dhe punojnë në vendet e tjera, dhe ndoshta dhe kultura nuk ka qenë e mjaftueshme për të prekur, pavarësisht se punojnë në vendet e tjera, të prekin në skemën e sigurimit shoqëror në Shqipëri, duke u kanalizuar, po them, në skemën e sigurimit vullnetar. Kjo është një debat i hapur dhe i madh, edhe i kohës për pensionet, edhe pse nuk rriten pensionet. Normalisht justifikimi i institucioneve është gjithmonë kjo që kaq është kontributi dhe neve s'kemi ku gjejmë fondet e tjera dhe kaq do të mbeten pensionet. Por disa ekspertë thonë që shtetit nuk i ndalohet që të kontribuojë në skemën e pensioneve për të rritur pensionet. Po është e vërtet, por nëse do të ndaleshim fare pak, sepse edhe koha nuk na mjafton shumë për të vazhduar këtë temë, do ta zhvillojmë më shumë këtë temë dhe me specialistë të tjerë të fushës, por thashë që kemi një raport ullët kontribues përfitues, duhet ishte të paktën 2 me 1, sot është 1.13, 1.12 me 1. Kemi një, dhe për këtë shkak kemi edhe një shkallë zëvendësueshmërie relativisht të ullët, por gjithsesi unë do thoja që qeveria është ndërgjegjshme dhe ka kohë që është ndërgjegjësuar pikërisht për nivelin e ullët të masës së pensionit, dhe së fundmi ka ndërmarrë reforma në favor të pensionistit. Tashmë kemi një shkallë, bëhet fjalë për pensionet e lidhur ose të caktuarisht, kemi një shkallë shumë të lartë zëvendësueshmërie, edhe për shkak të koeficientit të indeksimit të pagave për efekt të masës fillestare të pensioneve. Tashmë janë aktualizuar pagat e viteve përkatëse, që nga 94 deri në vitin 2025 nuk kemi më një diferencim pikërisht për shkak të këtyre koeficientëve, dhe unë këtu gjej rastin që ta përsëris, sepse kemi qytetarë të cilët ankimohen me të drejtë që pse nuk e kemi parë efektin e koeficientit të indeksimit të pagave, i cili ka hyrë në fuqi, ka filluar të zbatohet nga strukturat e sigurimit shoqëror me datë lindjes së drejtë 1 janar të vitit 2025. Dhe kuptohet që për shkak se ky vendim i Këshillit të Ministrave
doli dhe u botuan fleturën zyrtare në korrik të vitit 2025, ne kemi filluar dhe jemi në proces për të rivlerësuar, rilogaritur, rishqyrtuar të gjitha pensionet e caktuara me datë lindjes së vdekjes pas janarit. Është një periudhë kohe më shumë se 6 muaj dhe deri në fund të nëntorit, kjo është një detyrim edhe nga Instituti i Sigurimit Shoqëror, deri në fund të nëntorit do të përfundoj të gjitha rilogaritet e rishqyrtimet. Dhe një pjesë e tyre kanë marrë në muajin gusht, një pjesë e kanë parë, kanë prekur në muajin ose do ta prekur në muajin shtator, se ndoshta dikush nuk e ka trequr akoma si muaj të shtatorit, dhe pjesa tjetër në tetor dhe fundi që do jetë muaj nëntor, kështu është edhe një detyrim. Megjithatë, ne do të vazhdojmë Fatmir në emisione të tjera, temat janë të ndryshme, qytetarët kanë nevojë të njihen pikërisht edhe me ato që ne i konsiderojmë të leta në llogaritje, por një qytetar i do dhe prandaj jemi duke përgatitur dhe këto tabelat që t'i fokusojmë dhe t'i pasqyrojmë në ekran për të qenë më të qartë të qytetari, por kuptohet që koha është e pamjaftueshme gjithmonë për të trajtuar të gjitha temat, kështu që ne do ta mbyllim këtu. Juve faleminderit që jeni pjesë e këtij emisioni. Ne do të vazhdojmë. Unë do ju thoja qytetarëve që të vazhdojnë të jenë çdo të martë nga ora 17 deri në orën 18 në ekranin e RTS Koshës për të ndjekur emisionin çfarë duhet të dini dhe për të marrë pikërisht atje përgjigje për çdo temë që ata janë të interesuar, jo vetëm në fushën e tatimeve, jo vetëm në fushën e sigurimeve shoqërore. Po e përfundojmë këtu emisionin. Miru takofshim të martën tjetër në orën 17.